në Obiliq, por para se të njihemi me ta, dua që ta ndjekim bashk një ditë të procesit mësimor atje. Gjimnazi 17 Shkurti është një nga institucionet arsimore më të rëndësishme në komunën e Obiliqit, që mban me krenari emrin e një date historike për vendin, atë të pavarësisë së Kosovës. Kjo shkollë përfaqëson jo vetëm një hapësirë mësimi, por edhe një vatër edukimi ku brezat e rinj formohen me vlera, dije dhe ndjenjë përgjegjësie për të ardhmen. Gjimnazi 17 Shkurti në Obiliq mban emrin e një date shumë të rëndësishme në fakt për vendin ton, por përveç kësaj, nxënësit e kësaj shkolle vijnë me dëshirë në këtë shkollë për të marrë dije, për të zhvilluar procesin mësimor, por edhe për të krijuar momente të bukura e kujtime me profesorët, por edhe me kolegët dhe miqtë e tyre. Nga Zëmirena, profesor i historisë në Gjimnazin 17 Shkurtit, që nga themelimi e deri më sot. Atëherë, profesor, a mundeni me na përshkru pak atmosferën e këtyre kohëve të fundit në Gjimnazin 17 Shkurtit, tu e marrë parasysh që tash edhe fokus janë maturantët? Që nga fillimi deri në përfundim, puna shkon vazhdimisht e njëjtë. Vendi mundësive dhe i sukseseve, maturantët prej fillimit deri me tani kanë dhënë maksimumin dhe faktikisht janë edhe të përgatitën edhe për sfidat e ardhshme, edhe për testën e maturës, edhe për gjitha këto çka i pret. Këto kontributi jonë është që edhe mësimet, domethënë mbështetëse për testën e maturës, edhe një ori paraprake, besoj që sukseset duke bazuar në kaluarën edhe kësaj rave nuk do mungojnë, do dalim me një përqindje ashtu siç kemi qenë gjithmonë. Unë që e morë me kiqi, jam nxënës në Gjimnazin 17 Shkurti në Obiliq. Ky është viti im i fundit dhe jam maturant dhe besoj se do të më mungoj shumë gjimnazi sepse kam kaluar shumë mirë, kam pasur shoqëri, kam pasur shumë momente të mira që edhe jam kënaqur si nxënës, por edhe kena pas normal si strese, që kena pas mësimet që kanë testet, që na dëfkem u përgatit dhe kjo ka qenë një sfidë, por kjo si na ka mësuar me kom ma punëtor, me qenë ma sfidus njët, me kriju edhe ma shumë nga vetja. A ki stres tash për testin e maturës? Besoj që ju, se gjimnazi edhe prova na kam përgatit mirë, brenda këtyre 3 vite, dhe mendoj se nuk kam fore, besoj që do t'a kalej, me lehtësi. Unë jam Larta Klinaku, jo i mësimi në Gjimnazin 17 Shkurti në Obiliq, këtë vit jam maturante në klasën e 12-3. Për gjatë këtyre 3 viteve, po besoj që ke pas momente të ndryshme, të cilat do t'i kujtosh edhe në vazhdimsi. A ka fillu prej tash me të marrë kështu malli për ato momente të fillimit, të aplikimit, regjistrimit në 17 Shkurtin? Po, shpeshar kërë mendoj të më thonë, prej momentit që prej parë të më thonë kam marrë në Gjimnazin 17 Shkurti, të më thonë momenti i parë kërë i kam dorëzu letrat, pastaj pranime, kryesisht kërë mendoj tash që këtë vit të më thonë jam maturante, normalisht që sillet një më thonë një nostalgji, për shkak të kujtimeve të shumta, të më thonë qoftë me shoqni, edhe raportin edhe që kemi pas më thonë edhe me mësimdhënësit, kështu që kryesisht njëjtë më thonë një nostalgji, po mendoj që kam me qenë një pjesë të rëndësishme cila kam më përcjell edhe matutje, edhe sa ardhi kujtoj normalisht që kam më përcjell emocione për shkak të momenteve të mira, ndoshta kur ka pasur momente sfiduese, po që normalisht po i kemi kaluar dhe na kanë bërë besoj më të fortë. Përshëndetje, quhem Larin Tamiftari, jam gjimnaziste, jam në vitin e 3, do më thonë në vitin e fundit dhe jam në klasën e 12 tani. Spori desha t'ju falenderoj shumë për iniciativën që keni marrë më na vizitu neve si shkollë. O kënaqësi shumë e madhe me taku nxënës si ju, edhe padyshim ju jeni e ardhmja e këtij vendi. A më tregon Laurin ta qysh e përshkruan vitin e fundit në këtë gjimnaz 17 Shkurti? Me thënë drejtën, viti i fundit edhe viti i parë dallojnë shumë me njëra tjetrën. Për shkak se viti i parë janë atu emocionet e para se si po të fillon, edhe si zhvillohet gjatë procesi mësimore, gjitha proceset tjera, shoqëria e tjerë, por viti i fundit ka një emocion pak më ndryshe, sidomos tani që jemi në prag të përfundimit shkollës së mesme dhe vijnë të gjitha obligimet si mësimet, studimet, mandej mbrëmja maturës, testi maturës, por që munduhemi me kalu sa më mirë për shkak se kemi një drejtoresh jashtëzakonisht të mirë, edhe që na ndihmon gjithmonë, edhe gjithmonë ka qenë pranesh, kur do që kemi pasur nevojë. Me këtë rast dua ta falenderoj drejtoreshën tonë, zonja Besa Gashi. Mandej edhe stafi i shkollës është
jashtëzakonisht i mirë, edhe gjithmonë e kena pasur mbështetjen e tyre për çdo rast që ne kemi pasur nevojë. E tani me mua në studio janë drejtoresha e shkollës bashkë me 3 maturante, të cilat do të na tregojnë më tepër për këto 3 vitet e tyre në shkollën 17 shkurti, por edhe për të ardhmen që është shumë e rëndësishme. Leonit, ju prezantoj fillimisht drejtoreshën e shkollës, Besa Gashi Dvorani, mirë se erdhe dashur. Kënaqësi të rikthehesh në këtë studio, por në një pozicion tjetër. Kënaqësia është jonia, faleminderit për ftesën, normal, sot emocionet pak më të mëdha sepse jam karshi para nxënësve fëmijë, kështu që faleminderit shumë juve për ftesën. Faleminderit edhe ju për kohën që keni gjetë me orë sot, ndërsa afër drejtoreshës është edhe kryetaria e Këshillit të Nxënësve, Olsa Sadiko. Tung Olsa, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi këtu në krahun tim të djathtë kam Manushaqe Palohen, maturante, siç e thashë të më herët. Mirë se erdhe Manushaqe. Përshëndetje, faleminderit shumë, ndertë jem këtu me ju. Kënaqësi edhe të na bashkohet Redola Mjekiqe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Do e nis me këtë të fundit që e dëgjuam në material, Besa, një kompliment nga nxënësja e fundit që ishte folse në këtë material, por që besoj është bashkimi mendimit të gjithë shkollës. Si të bëjnë të ndihesh, sidomos nga maturantët me të cilat është një emocion më i veçantë nga përfundimi, nga momenti i përshëndetjeve me ta. Normalisht që ndjen dhe krenari shumë e mirë, e përmbushën, do me thanë shihet rezultati puna ime, vullneti angazhimi që e kam dhënë karshetinë edhe vlerësohet, kështu që sot ndoshta më mirë dëshmojnë edhe 3 maturantët që i kam këto, nuk pelojmë vishte pjesën të Laurenta, kështu që kënaqësi shumë e madhe. Tjetër. Po besoj që në gjimnazin 17 shkurti, 17 shkurtët festohen e buqojnë më shumë se kudo tjetër. Duke ditur edhe rëndësinë e datës. Normal jemi shkolla me emrin më të mirë, do me thanë, e mbajmë emrin me nder dhe përgjegjësi shumë të madhe, për ata do me thanë duhet punojmë shumë se ja kemi bërgjë. Nuk e dyshoj që jeni krenar me nxënësit, jo veç me 3 maturantet që i kemi këtu në studio, që janë përfaqësuesi gjithë gjeneratës, por besoj ka treguar drejt tani gjimnazi që ka sjell kuadro. Çka ka nxjerrë më tepër 17 shkurti? Nga orientohen këta më vonë, janë më shumë artist, janë nga shkenca, nga cilat? Është interesant se i kemi të përfshira të gjitha lamit. Neve në shkollë kemi 2 drejtimet, drejtimi natyror dhe shoqëror. Kemi raste kur kanë aplikuar ndoshta në drejtimin natyror pa ditë pas 3 viteve cila ka me qenë dëshira e tyre për studime. Dihet që gjimnazi është para përgatitje për studime, mirë po për cilën do lamin, do më thanë gjatë rrugës rrëvjeçare që ndryshojnë mendim, gjimnazi i përgatit. Kemi nxjerr kuadra shumë të mirë, do më thanë nga gjimnazi kemi mjek, kemi polic, kemi artist, kemi këngëtar, aktor, jurist, avokat, notere, kështu që është kënaqësi shumë e madhe që do të thonë krejt përkushtimi edhe mundjen është shpërbly. Këto janë të arriturat e gjimnazit, do të thonë kur i shohim sukseset e nxënësve tanë. Bukur, do të flas pak me Olsën, duke qenë se edhe roli i saj si kryetare e Këshillit të Nxënësve më intrigon të di pak më shumë cilat kanë qenë fokuset e tua me nxënësit si kryetare dhe çfarë lloj shqetësimesh keni diskutu, keni qitë në dritë? Unë jam që 2 vite rodha kryetare, dhe më thonë, kam qenë edhe në klasë 11 edhe në klasë 12, dhe kjo është folë besimin zonësa që kam post të konë, për aktivitetet që i kemi realizua dhe disa mos marrëveshje nëse i kemi post, ankesat, kërkesat që janë plotësu, dhe më thonë, mendimin time dhe gjitha tyre zbashku. Kuën e fundit nuk është që kemi shumë ankesa, dhe më thonë, kërkujme mojtë sa ma shumë aktivitete, jashtë kurikulare, edhe me bo, dhe më thonë, diçka ma interesant për te orarit mësimor që e kemi. Manushaqe, tregon pak për ne përmes materialit dhe shumë me pasqyru pak disa prej mendimeve dhe të nxënësve edhe se si duket shkolla në një ditë procesi mësimor, po për ty personalisht, çush kanë qenë këto 3 vite dhe cilat janë ditët pak më të veçanta të nisjes së procesit mësimor, aktiviteteve ndoshta që janë jashta lëndëve? Okej, në rregull.
Mendoj që kur më parashtrohet kjo pyetje se më kërkohet me fujt për këto 3 vite brenda gjimnazit, me njëherë ndjej një lloj miksit të emocioneve, kam shumë kujtime ku nuk i gjej fjalë që më i përshu mas miri. Besoj që me një fjalë që më kishin pajtu keq që më e thon, edhe më i përshu këto 3 vite janë që të papërshkrueshme. Domethënë çdo sfidë edhe përveç se neve na ka zhvilluar në aspektin akademik, na ka zhvilluar më shumë edhe si njerëz, me njoft veten, me zhvillu personalitetin ton, edhe më shumë me i definu dëshirat edhe qëllimet që ne ja parashtrojmë vetes për të ardhmen. Mendoj që një plus i madh për shkollën që na ka ndihmuar edhe neve, që me orientu ndoshta edhe për të ardhmen tonë është edhe organizimi i aktiviteteve, ekskursioneve, quizeve që i bëjmë brenda shkollës, po të njëjtën kohë edhe bashkëpunimi i madh me organizata të ndryshme, ku ne aty e kemi pa dhe kemi kuptuar ndoshta kapacitetin tonë që e kemi në fusha të ndryshme, edhe e kemi shfaqur një interes edhe kemi kuptuar ndoshta interese që na akoma nuk i kemi ditë që e kemi për atë fushë të caktuar. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse shumë e vërtetë përposhtë zhvillimit ose orientimit tuaj në karrierën të ardhmen, juve pjekeni edhe si individ. Redola, në çka të ka ndihmuar ty më shumë ti gjimnazi për ta kuptuar, për ta njohur më mirë veten, po edhe për ta kuptuar se në cilën fushë përket, në cilën fushë do me orientu të ardhmen. Po para se me fillu gjimnazit, atëherë më ka shumë e papërcaktueshme për në çfarë drejtimi me vazhdu në universitet. Edhe gjimnazi më ka ndihmu, a din që ato lënë cilat jo më e mirë, pak ka shumë më përcaktu për drejtim fakultetit. Përveç punës edhe angazhimit në mësime, pashtu më ka ndihmu edhe me punu ma mirë në grupe, me u mundu mi kuptu ma mirë tjertë edhe shoqënia besoj që më ka ndihmu më shumë. Edhe shoqënia. Unë uroj shumë që ju do të arrini ta mbani këtë shoqëni. Besa, ke diko shoqe që e ke rujt prej gjimnazit? Po, kam shumë. Sa me fat. Kam shumë që i kam ta shumë mike të mira. Edhe nikosisht kemi edhe bashkëpunime. Arrova me cek majre që edhe gazetare kemi tash në zanse që... Po, i rujmë ato shumë gjithmonë. Dhe të ndalim pak Besa tek maturantet, me qenë se dhe vajzat janë, po edhe këtu është edhe qëllimi jonë që të kuptojmë më tepër se nga është e ardhmja e rinis tonë, cili ka qenë programi i shkollës, i gjimnazit në punën me maturant, që ti përgadit ata më së miri edhe për testin e maturës, edhe t'ua heq këto pikpyetje, dilemat se mos nuk kam qenë e mirë në këtë lëndë, mos nuk po performoj si duhet, pra që ka ndërmarrë shkolla? Unë e thash, jemi çdo herë afër nxënësve, falë për kushtimit të profesionalizmit që kanë edhe mësimdhënësit, tek gjithë secili do me tha nuk ka mungu edhe pjesa e këshillimit në karrierë, tash që ndoshta këta në vitin e parë nuk janë ashtë të përgaditun që ku kanë me qenë pas 3 viteve, mirë po ne kemi qenë aty do me tha në mjë ndimu, përveç mësimit shtus edhe plotësus kemi mbajt çdo vetë, këtë vetë normal tash e organizojmë pas përfundimi, këta po thuj se veç jemi në përfundim të vitit shkollor me datën 14, veç përfundojmë, jemi me aktivitetet e shumëta që e kemi, do me thanë, tash ma në javën ardhshme realizojmë edhe ekskurzionin në Shqipëri, e kemi mbrëmjen e maturës, e kemi ceremoninë e diplomimit, kemi aktivitetet e shumëta, deri me datën 20 qershor ku e kanë edhe nënshtrimin e testit maturës, shkolla do me thanë organizon mësim plotësues për ta, edhe i mbajmë me përgatit. Mirë, po edhe këshillimi për karrierë, si që tha edhe Manushaqa ma heret, falë bashkëpunimit me organizatat të shumëta, kemi maj sesionet të ndryshme, ku i kanë mbajt seansa këshillimit karrierë, që këta me pas ma të letë, mo para përgatit qka dojnë, ku dojnë edhe qysh. Përgatitja mandej edhe CV-s, edhe intervistave, është janë kushtet, jo që jam në një mosh shumë atë madhe, mirë, po kushtet që i gëzojnë këta, do me ta neve nuk i kemi pas dikur, kushtet që knatësi, kushtet që i kanë, e ma knatësi është që udhëheqjo në shkollën, ku i kam nxënësat jashtëzakonisht mrekullueshëm, jo veç këto që janë këto, mirë po flasën në numrin e përgjithshëm që numron shkolla, janë nxënësa me edukatë të lartë, nxënësa që respektojnë rregullat e shkollës, do me thanë një shkollë ku ka regula disiplinë, rezultatet nuk mungojnë, kështu që për ata, po thon me bindje dhe krenari, nuk është e lehtë, do me thanë sot me udhëheq institucion, është përgjegjësi shumë e madhe, që ka e bën të lehtë edhe të mirë që punën me nxënësa e du, e bëjmë me përkushtim, e bëjmë me shumë dashni, edhe ma të mirën të vetës, për ata edhe unë diva shumë mirë momentin që edhe nxënësja, do me thonë, e kanë vlerësu përkushtimin tim. Është kënaqësi më vete dhe fundja është shpërblimi i gjithë punës e përkushtimit bërë gjatë këtyre 3 viteve. Olsa, edhe Manushaqa, po edhe Drejt Bresha, po e përmend
aktivitetet e ndryshme me organizata ose bashkëpunimin e ngushtë me tonë në mënyrë që ju ta kuptoni shumë mirë orientimin e juaj. Çka sa i përket universiteteve? A keni pas takime të tilla? Sa e gjeni ju vetën si maturant me të gjitha mundësi që ofrojnë universitetet në Kosovë? Vazhdimisht e kemi këtë dilemën që të rinjt po na ikin edhe për studime jashtë, e mandej po mbesin edhe jashtë. Ju si gjenerat me aq sa ke informacion, a do t'ju kemi brenda? Po, besoj shumë se ne dhe si maturanta kemi pas mundësinë me shku me vizitu universitetet dhe kolegjet që janë në Kosovë. Kemi qenë edhe në OB këtu dhe më thonë, e të kolegji Hejmer. Të tjertë janë ardhë kanë bojtë sesioni informuse për neve, për ato që ka do të na me i plëcu dhe kriteret që janë për mu pranu në fakultetet e tyre. Kështu që mendoj që shumica nxënësave do t'jenë këtu në Kosovë këtë vetë dhe janë pajtimit dhe pranojnë me gjitha dhe më thonë që na i kemi morë informacionet prej tyre, ju kam pëlqy, ju kam përshtot dhe besoj që do të vazhdojmë këto. A i kam plëcu kërkesat universitetet në bazë të asaj që ju jeni orientu edhe me të njëjtin rast, po du të kuptoj se nga i keni orientimin më tepër, cilat land ju kanë ndihmu me kuptu që kjo do t'jetë drejtimi që do zgjedh për studiuar. Ndoshta edhe në bazë që unë jem në drejtimin e gjimnazit shoqëror, do më thonë anej më shumë ka landet shoqërore, intereset e mia më të mëdha janë ose nga shkencat politike me diplomaci ose edhe me gjuhë huaja. Pej universiteteve që i kemi vizitu drejtash, në Universitetin e AB-s edhe Universumit edhe universiteteve tjera, kanë qenë disa kritere të mira, jo aq shumë sa që unë me u vendos, do me thonë për me vazhdu me studime aty, po nëse nuk kam fat në Universitetin e Prishtinës, do me thonë është universitetet publike, atëherë mund me vazhdu edhe në universitetet private, si që është edhe AB-ja, sepse ka pasur kushte mjaft mira që mu më kanë interesu për me vazhdu studimet këtë. Pra qëndron këtu mes shkencave politike ose gjuhëve të huaja. Bredola, për ty? Unë jem gjimnaz natyror edhe joma përkushtume në bazat natyrore edhe për fakultet e komisit drejtimin e inxhinierisë kompjuterike dhe elektrike. Inxhinieri kompjuterike dhe elektrike. Imagjino sa vështirë ka qenë dikur përpara që një vajzë ta ketë një drejtim të tillë ose edhe të ketë mundësi për të studiu tutje në këtë drejtim. Diçka që e ke gjetë vetën të lehtë, i sheh mundësitë edhe në tregun e punës në Kosovë? Tregu i punës, dhe më thonë, teknologjia vetë se është të shku edhe të zhvillu ma shumë, edhe tregu i punës është të rritë sa ma shumë dita ditës. Po është të ndjek edhe një kurs, i cili ma ka lecu paka shumë, edhe ma ka shti ma shumë qef, edhe drejtimet edhe lanë si për shembull matematika, fizika, gjej vetëm pak ma të mirë në ta, dhe besoj që ka ma letë për fakultet. Okej, të shroj shumë, po shumë suksese. Është aspyta ty për drejtimin tënd? Unë jam në gjimnaz natyror, dhe më thonë, edhe në fillim kom hi me këtë menimi, nuk kam qenë e përcaktu me çka me studiu, po dhe puna si kryetore, dhe më thonë, për vojam, ka bo me gjithë vetën të pjesa, po mendoj që kom shku një ridik për avokate. Më pëlqen puna dhe pse jam gjimnaz natyror, më pëlqen ma shumë shkencat shoqërore, psikologjia, filozofia, sociologjia, edhe mendoj që do të vazhdojmë juridik. Dhe për në fund, dua që të flasim edhe për testin e maturës, që është shumë rëndësishme, krahas dy knacive që i keni në ekskursion edhe në mbrëmjen e maturës, a jeni bu gati për ndryshe? Po. Super. Cilat janë mekanizmat që ka përdor? Edhe shkolla është e gatshme, do me thanë kemi përpilu oraret që do t'i mbajnë në gjuhën shqipe, matematikë, gjuhën anglezë, më thanë ku i kanë bazë, edhe landën mandej që ka një landë këta me zgjedh, edhe do të mbajmë mësim shtus bas përfundimit këta që, do me thonë, me ato para përgatitjet që kanë qenë testet para prake, do me thonë, duke u bazun në vitet e kalume. Deshta me ndërlidh të drejtimet, është interesant se dikur nuk është neve që kemi vendosë vetë për profesionin që ka e dojmë, do me thonë, ose kanë qenë prindret, ose mësuse, ata që na kanë orientu këtë drejtim apo ata, sot më gëzon faktit që nxënësat janë vetëdijshëm, janë shumë përgatitur, edhe po sfidojnë në drejtimet vetën, jo në shta ku e dojnë, po ku e din që ka me pas të ardhme perspektive dhe ku janë drejtime fitim prurse. Më thanë si që ku ajo kemi tash të shkencat të teknologjisë, do me thanë, gjithë herë ma shumë po avancohet teknologjia, shtu që e mirë është që din ku shkojnë. E vërtet dhe kjo përna qonë të ajo se gjeneratat reja shumë të penqur. Gjeneratat vinë shumë të përgatitën. Cili është mesazhet që ta përmbyll me këtë, ose këshilla jote për gjithë maturantët e 17 shkurtit, apo edhe ata që në vitin e ardhshëm i shtohen si gjenerate re i klasëve të veta në gjimnaz? Atëherë urime, shëndet, fat, krejt mirat një jetë, spare, në më thanë, uroj që se cilit gëzoj shëndet të mirë,
t'i pri fatin e jetë, t'i realizojnë synimet e tyre, mos dërzon asnjëherë. Kjo është një përfundim i shkollës së mesme, mirë po është një cikël i ri, një fillim vetë që fillon një etapë krejtësisht ndryshe, që për këta ka me qenë risi. Për klasat e veta, uroj që të vinë në gjimnaz, t'i zgjedhin drejtimet, po flas për banorët e komunës e Obiliqit, e kanë vendin ideal, gjimnazin me një staf përkushtuar dhe profesional, kështu që nëse dojnë të ardhen me qenë të mirë edhe ku duhet me qenë, të vinë në gjimnaz, i mirë presi me knaci. Duket që shembulli më i mirë janë vajzat tu, për edhe ato që pëm në material. Jam krejt në fund, më thonë minutin e fundit, kemi kohë për një fjalë të fundit mbyllëse, nëse doni të thoni diçka bashkëmoshatarëve t'juj. Okej, keqa kisha mujt me thonë bashkëmoshatarëve t'mi, është që veç t'jenë vetvetja tyne, t'jenë autentik edhe real, sepse karakteri tyne është forca më e madhe që ka me ju dheq ata njetë, edhe më pas nëse ti e vetvetja keme pas shumë atlet me gjetë shoqnin edhe me u ambientun karrierën tone që ti dëshirën ta kesh në të ardhmen. Unë kësha thonë që vitet e gjimnazit janë 3 prej viteve që shkoj mas shpejt në jetë, dhe kësha thonë që me shiju në maksimum, edhe besoj që është një eksperiencë që ka me ndodhë veç një herë një jetë, edhe me shiju në pikë të fundit. Më besoni që ndodhë veç një herë një jetë, është e pa përsëritshme, kështu që uroj t'ja keni marrë më të mirën. Olsa? Unë kisha thonë gjithë maturantëve dhe gjithë ata që vinë djek një ondrat e jua, besoni vetën e ju, mos u dërzoni asnjëherë dhe mund mja dollë. Mos i dëgjoni paragjykimet e tjerëve se nuk ja vlen. Është zgjedhja ju. Shumë vërtet, kjo paragjykime në fund është mesazhi më i bukur. Shumë faleminderit për kohën, po uroj shumë suksese. Besa shpresoj të takohemi për të mirë si për herë. Arbrit, faleminderit për prezencën.